بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi se po takohemi edhe në këtë mësim prej mësimeve të radhës, të cilat mësime janë të dedikuara rreth sqarimeve të vlerave të Ramazanit, agjerimit dhe ibadeteve tjera që janë në këtë muaj të bereqetshëm. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë për atyre të cilët të arrijnë prej mirësitë e këtij muaji, arrijnë prej mirësive të agjerimit, arrijnë prej gjitha atyre mirësive që Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar në këtë muaj të bereqetshëm. E shohim se jemi në 10 ditëshën e fundit të Ramazanit, në pjesën më të vlefshme të këtij muaji, në të cilën përfshihet nata e Kadrit, e që është jo vetëm nata më e mirë e Ramazanit, por është nata më e mirë e krejt vitit. E për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç ajeteve të Koranit që do t'i shohim me vim, ai në hadithet e tij i ka përmend mirësitë edhe vlerën e kësaj nate. Në hadithin e të cilën i paralajmëronte edhe i lajmëronte sahabët se është afruar dhe është ardhur Ramazani, thoshte atakum Ramadan shahrun mubarak fa'adallahu alaykum siyama. Pastaj në vijim thoshte fihi lejletun khairu min alfi shahr men hurimaha au men hurima khairaha faqad hurim. Në këtë hadith po thoshte erdhi Ramazani, në të cilën është nata e Kadrit, e cila është më e mirë se një muaj. Dhe se ai person i cili është privuar nga mirësitë e kësaj nate, vetëm se është privuar nga një mirësi e cila nuk mund të matet. Pra, sikur se ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai person i cili nuk ka pas sukses edhe nuk ka arrit me bëj ibadet gjatë kësaj nate, atëherë me të vërtetë ka privu veten nga një hajër i madh, i cili hajër nuk mundet me llogarit edhe nuk mundet me umat me asgjë. Dhe duke pa këtë mirësi edhe këtë vlerë të kësaj nate, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam personalisht vetë është angazhuar aq shumë me ibadet, me shpresën dhe me qëllimin që ta arrijë këtë natë duke qenë adhurues ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke qenë në ibadete të shumta. Prandaj për këtë arsye Aisha radhiyallahu taala na thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bërë ibadet edhe vepra të mira më shumë në këto 10 net se sa në 20 netët e para të Ramazanit. Dhe krejt kjo për arsye se aty është nata e Kadrit, edhe duke u bërë përpjekje që ta arrijet. Po pastaj në hadithin tjetër, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila pra është nëna e besimtarëve, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është personi i cili e ka njoft pejgamberin alayhi salatu wassalam më së shumti. Dhe i ka ditë imtësinat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i ka ditë veprat e tij brenda shtëpisë që nuk ka pas mundësi me ditë dikush tjetër. Dhe për këtë arsye e ka përshkruar jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe gjatë Ramazanit dhe gjatë netëve të Ramazanit se si ka qenë ai. Pa thot në hadithin e saj kur janë afruar dhe kur kanë hyrë netët e fundit të Ramazanit, atëherë thot ka qëndruar i zgjuar gjatë tërë natës. Dhe nuk ka flejt asë njëherë gjatë këtyre 10 netëve. Po jo vetëm kaq, mirë po thotë zgjante edhe familjen e tij. Për shkak të përkushtimit, për shkak të sinqeritetit ndaj familjes,
për shkak të përgjegjësisë ndaj familjes që duhet me pas besimtari, jo vetëm me kujdes për vete, për ibadetin e vet, mirë po duhet me qenë kujdestar, duhet me qenë përgjegjës edhe për familjen. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam kur kanë qenë këto net e ka zgjuar familjen. Për me bëj ibadet çka nuk ka qenë tradit, me zgju familjen në netët e tjera të zakonshme. Nëse ata kanë falë mas natës, kanë falë. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është transmetuar se i ka zgjuar. E këto 10 net i ka zgjuar gratë e tij, familjen e tij, ngrituni për të adhuruar Allahun, sepse duhet me u gjenë nata kadrit në njërin për këtyre netëve. Pastaj thot, pra tregon kjo që besimtari duhet me pas qiltërsi, duhet me pas sinqeritet, duhet me pas korrektësi për familjen e tij, dhe prej korrektësisë kryesore, prej sinqeritetit kryesor të besimtarit ndaj familjes së tij, është për kujdesja e tij për ibadet, që ata a janë të përkushtuar në ibadet, a janë duke i kryer detyrat ndaj Allahut subhanahu wa taala, pikë pari farzet. Me u kujdes për familjen, për fëmijët, a janë duke kryer namazin me rregull, a janë duke u edukuar si duhet, a janë duke u edukuar që të largohen prej harameve edhe të kryejnë punë të mira. Dhe besimtari duhet me vazhgu familjen vazhdimisht, dhe për këtë ka përgjegjësi për Allah, me bë vazhgim familjes. Pra na mëson ky hadith, përveç haditheve tjera të shumta, na mëson ky hadith. Pra kurështar mirësia e Ramazanit, mirësia dhe të netëve të fundit, pejgamberi ka thonë familjes së tij, ngrituni për të bëj ibadet edhe për të falë namaz. Pastaj thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha në këtë hadith, pejgamberi alayhi salatu wasalam kryente shumë ibadete dhe namaze, dhe thot i shtrëngonte rrobat e tij, për të treguar se nuk e ka njet me flejt. Pra ka qenë i veshur, mirë po ato rrobat që i ka pas, i ka shtrengu fort, i ka lidhë në trup, që gjatë namazit të gjatë mos t'i bin. Për të treguar pra se nuk e ka anjet për të ushtrirë në shtrat, mirë po kur e ka shtrengu rrobën, ka treguar se qëllimi i tij ka qenë që të përgatitet për të kryer ibadet deri në sabah. Si të mos jetë kështu, kur Allahu subhanahu wa taala e ka specifikuar këtë natë, edhe i ka treguar disa veçori të saj në Koran, vetë Allahu subhanahu wa taala. Mas pari e ka zbrit një sure, surën Al-Qadr, e cila me të gjitha ajetet e saj flet për këtë natë. Mirë po ka edhe disa ajetet tjera të cilat janë jashtë kësaj sure, të cilat e specifikojnë edhe përmendin rëndësinë e kësaj nate. Në ajet Allah subhanahu wa taala thotë inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ne e kemi zbrit Kur'anin në një natë të bereqetshme. Pra është fjala për natën e Kadrit, dhe Allahu vetë e ka quajtur këtë natë të bereqetshme, që nënkupton se mirësitë e saj, edhe të mirat e saj janë të pafundme, edhe nuk mund të numërohen. Po pastaj Allah subhanahu wa taala thotë të specifikon edhe cilëson këtë natë, thotë fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në këtë natë caktohet, në këtë natë vendoset për çdo çështje. Pra vendoset edhe caktohet çdo gjë që do të ndodhë brenda vitit. Për këtë arsye, kjo natë është quajtur Lailatul Qadr, nata e Kadrit. E Kadrit ka dy kuptime. Është quajtur në kuptimin e parë nata e Kadrit, në kuptimin se kjo natë ka pozitë të Allahut, se Qadr, do të thotë pozitë. Dhe kjo natë të Allah subhanahu wa taala ka pozitë të lartë. Dhe kuptimi i dytë pse është quajtur nata e Kadrit është në kuptimin e kaderit edhe caktimit, sepse është natë në të cilën pra caktohen caktimet e Allahut që do të ndodhin brenda këtij viti. Po pastaj Allahu subhanahu wa taala thotë inna anzalnahu fi lailatil qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr.
nata e Kadrit është më e mirë se në 1.000 muaj. Pra është fjala të gjitha veprat e mira që kryhen në këtë natë. Atëherë vlera e tyre është barabartë me vlerën e veprave që kryhen në 1.000 muaj tjerë jashtë kësaj nate. Dhe mjafton ky si fakt që besimtari duhet me u përpjek dhe mos me kalu natën kot, duke ditë se pavarësisht sa e thjesht që mundet me qenë një vepër e mirë që e bën kësaj nate, atëherë duhet me ditë se ka vlerën sa në vepra e njëjtë që bëhet në 1.000 muaj tjerë jashtë kësaj nate. E pastaj Allah subhanahu wa ta'ala thotë tanazzalu al-malaikatu fiha war-ruhu bi'idhni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë zbresin me sasi të madhe, zbresin me numër të madh me lajket edhe zbret Gjibrili. Dhe me lajket e Allahut zbresin vetëm në kohë të veçanta për numri i madh i me lajket, sepse me lajket e Allahut janë në për tokë. Mirë po specifikohet me lajket tjera, me lajket shtesë, të cilat zbresin në sajet të mirësisë që ka kësaj natë, në sajet të rahmetit të Allahut, edhe në sajet të dashurisë të Allahut që ka për robërit e tij gjatë kësaj nate. Dhe për shkak të shtimit të mirësive, atëherë dhe shtohet zbritja me lajkeve në tokë. Dhe tash duhet me imagjinu besimtari se sa duhet me qenë i përkushtuar në ibadet, duke ditë se është shtuar zbritja me lajkeve në tokë gjatë kësaj nate. Veç mas zbret Gjibrili a.s. Dhe për këtë arsye, pra, kjo jashton vullnetin besimtarit, edhe jashton përkushtimin që kujdeset që sa më shumë të qëndroj i përkushtuar me shpresën që e ka takuar këtë natë, edhe e ka takuar mirësinë e saj. Pastaj në fund të ajetit Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Kjo natë është selam, është paqë, është siguri deri në sabah. Dhe më thonë, ndodhin vetëm çështje të mira. Në këtë natë për besimtarët ndodh vetëm hajër. Në këtë natë për besimtarët ka vetëm mirësi dhe siguri dhe paqe. Prandaj besimtari çdo çast, çdo sekond të saj duhet me shfrytzu, sepse është i vlefshëm çdo sekond i saj, ai është siguri edhe paqe. Mirë po këtu e shohim se Aisha radiallahu ta'ala anha e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam më trego o i dërguari i Allahut, nëse ndodh edhe është caktim që unë të takoj natën e Kadrit, atëherë me cilën lutje duhet të lutem. Kjo pyetje Aisha radiallahu ta'ala anha na tregon se të sahabët ka qenë e njoftur se nata e Kadrit është natë e lutjes. Se nata e Kadrit është natë në të cilën nuk kthehen lutjet, por lutjet janë të pranuara. Prandaj Aisha radiallahu ta'ala anha është përpjek që ta pyes pejgamberin për një lutje e cila do të jetë përfshirëse më e mira se të gjitha lutjet e tjera. Për arsye se atë natë lutja është e pranuar. Edhe për këtë arsye besimtari duhet më kujdes se cila do të jetë lutja e tij më e mira, për shkak se ajo nuk do të kthehet kot. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i përgjigjet me përgjigjen e njoftur, i thot: thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atëherë i thot lutu me këto fjalë: Allahumma innaka afuun, o Allah, ti je falës i madh, tuhibbul afwa, dhe ti e do faljen, andaj më fal mua. Me të vërtet, nëse ndalemi pak me meditu rreth kësaj lutje, në të ka mirësi të shumta. E para, tregon se Allahu subhanahu wa ta'ala është falës i madh. Dhe Allahu azza wa jalla është ai i cili fal çdo gjë.
përderisa besimtarët Allahut i kërkojnë falje dhe pendohen, atëherë Allahu subhanahu wa taala ka premtuar se do t'u falë çdo gjë që ka kaluar në jetën e tyre. Për këtë arsye në ajetin tjetër Allah subhanahu wa taala thotë: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Pra thotë thuaj o robët e mi, të cilët keni bërë pa drejtësi i vetes me vepra të këqija, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut, se Allahu i fal të gjitha gjunahet. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk e bën asnjë përjashtim. Edhe thotë se Allahu i fal të gjitha gjunahet, me kusht që besimtari të pendohet edhe Allahu t'i kërkoj falje. Për këtë arsye në këtë lutje, Allahu subhanahu wa taala pra është quajtur Afuv, ai cili fal shumë. Mirë po përveç tjerash, vazhdo në lutja tuhibbul afwa, dhe Allahu është ai cili do faljen. Allahu subhanahu wa taala dëshiron që t'i falë besimtarët. Dhe për këtë shkak është ardhur një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka treguar se Allahu subhanahu wa taala gëzohet nëse robi i tij pendohet. Pra Allahu subhanahu wa taala aq shumë dëshiron pendimin e besimtarit. Allahu subhanahu wa taala aq shumë dëshiron faljen e besimtarit, saqë ai ja ka dhënë të gjitha mundësitë që ai të kërkoj falje edhe të kthehet te Allahu subhanahu wa taala, sepse nuk ka vonë asnjëherë. Nuk ka vonë për të penduar dhe nuk ka vonë për të kërkuar falje, përderisa nuk ka ardhur momenti i vdekjes, ose përderisa nuk ka ardhur shania e kiametit, e cila do të ndodhë lindja e diellit nga perëndimi. Në këtë çast, me këtë shenjë, pendimi do të mbyllet edhe pas kësaj shenje nuk do të ketë pendim. Mirë po përderisa nuk ka ardhur kjo, atëherë asnjëherë nuk ka vonë për të penduar, pavarësisht se çka ka bëu besimtari, pavarësisht gjunahet e tij, qoftë edhe nëse ka bëu kufër, qoftë edhe nëse i ka bëu shirk Allahut, qoftë edhe nëse ka dalë tërësisht prej fesë. Mirë po prapë është penduar edhe dëshiron që të kthehet, atëherë prapë derën e ka qelë. Prapë derën e ka qelë, dhe me thonë jo vetëm gjunahet tjera. Mirë po edhe nëse ka dalë krejt prej fesë, e ka braktis fenë, e ka braktis imanin, prapë dera për ta është qelë, nëse ai dëshiron që të pendohet, sepse Allahu e don një gjë të tij. Sepse Allahu subhanahu wa taala e don faljen. Po pastaj arsyeja pse kjo lutje ka ardhur në këtë formë, në këto çaste, sepse pikërisht besimtari duke i shtu veprat e mira në këtë net, duke i shtu namazin, duke i shtu lutjet, duke shtu edhe mirësitë e tjera siç është sadaka, e vepra tjera të mira, megjithatë ai nuk duhet që të mashtrohet edhe të vetë pëlqehet, mirë po prapë se prapë, edhe pse i ka shtu veprat e mira, sikurse ky i thot Allahut, më fal mua, sepse prapë nuk kam arritur që ta adhuroj ty sa duhet. Pra besimtari e thot këtë lutje gjatë namazit të natës, në sejdë, apo kudo që tjetë në pjesë të namazit, megjithëse ai duke bërë vepra të mira, i thot Allahut më fal. Por arsye se ai nuk duhet të vetë mashtrohet e me thonë që unë jam duke kryer namaz natës, tash tërë natën, edhe kam fitu. Mirë po prapë se prapë, ai ndjen frikë prej Allahut, edhe lutet Allahut që ta fal, edhe pse nuk ka mujt me arrit, me adhuru Allahun ashtu siç e meriton Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye një ajet në Kur'an ka ardhur për të cilën ka pyetur Aisha radhiyallahu anha, në të cilën ajet Allahu subhanahu wa taala thot: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala të dha ata besimtar, të cilët i japin edhe shpenzojnë prej pasurisë së tyre që Allahu ja ka dhënë, megjithse i japin edhe shpenzojnë në rrugën e Allahut, thot Allahu prapë se prapë zemrat e tyre janë të friksuara. Pra dhe më thonë ata i japin prej pasurisë së tyre, nuk kursejnë asgjë, mirë po prapë se prapë janë të friksuar.
Atëherë Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka thonë i dërguari i Allahut, e kush janë ata të cilët janë friksuar, thot a mos janë ata të cilët kanë vjedh, ose kanë bërë zina, ose kanë bërë vepra të këqija e pastaj friksohen për Allahut, a janë këta? Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë jo, nuk janë ata, mirë po janë ata besimtarë të cilët e japin zakat, e fajnë namazin edhe agjerojnë, mirë po prapë se prapë kanë frikë se a do të pranohet apo nuk do të pranohet. Këta janë ata të përkushtuarit edhe këta janë ata të përullirt. Dhe aspekti tjetër pse është specifikuar kjo lutje, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allah ti e falës, e do faljen edhe më fal mua, pse është specifiku kjo lutje në këtë natë. Arsyeja e dytë që dietarët e kanë përmendur, sepse siç u theksua në këtë natë caktohen kaderet. Brenda një viti, se çfarë do të ndodhë për çdo njërin prej nesh. Dhe nëse Allah subhanahu wa taala e ka caktuar edhe i ka dhënë sukses atij besimtarit që ai me atë lutje ta takojë natën e Kadrit, atëherë do të thonë se caktimi i Allahut ka zbrit duke e lutur Allahun që ta falë. Edhe kjo do të ketë pastaj ndikim gjatë tërë vitit që vjen. Dhe kjo është madhështore, sepse ka zbrit caktimi i Allahut në atë natë dhe besimtari ka qenë duke u lutur o Allah më fal mua sepse dihet të faljen. Atëherë dietarët thonë nuk ka asnjë dyshim se kjo lutje, nëse besimtari me këtë lutje arrin me taku natën e Kadrit, është zgjuar, edhe në ato momente ka arrit duke u lutur me këtë lutje, atëherë me të vërtetë se kjo lutje do të ketë ndikim gjatë tërë vitit, sepse ka zbrit caktimi i Allahut, duke qenë ky duke lutur Allahun për ta falur ata. Edhe ky është sekreti që dietarët domethënë kanë thonë pse është specifiku pikrisht kjo lutje. Përveç lutjeve tjera që besimtari domethënë është i lirë edhe duhet t'i bëjë. Me këtë po përfundojmë duke i dhënë edhe disa këshilla se ibadetet që duhet të kryen gjatë këtyre netëve, domethënë kryesori është namazi i natës. Namazi i natës, qoftë me xhamat, ose qoftë në shtëpi me familjen, ose qoftë vetëm. Kjo është kryesorja. Kjo është çështja më e dashur te Allahu subhanahu wa taala që besimtari ta kryejnë namazin e natës. Përveç namazit të natës, ai duhet të përkushtohet edhe me lutje, me dua, edhe jashtë namazit, mirë po edhe gjatë namazit. Dhe tjetra prej ibadeteve që duhet besimtari të mos ndahet gjatë këtyre netëve, është domethënë leximi i Kuranit, që të jetë i shoqëruar me fjalën e Allahut subhanahu wa taala sa më tepër. Që të përkushtohet në meditimin e ajeteve të Kuranit, qoftë duke lexuar edhe përkthimin e tyre në shqip. Nuk ka të keqe që të lexohet Kurani, që duhet lexohet arabisht, mirë po ka aplikacione në telefon që pas ajetit arabisht është përkthimi shqip. Dhe është mirë që mi bashku këto dy gjëra. Ata të cilët nuk e kuptojnë pra Kuranin, i lexon ajetet këtë Kurani dhe mas çdo ajeti e lexon përkthimin. Edhe kjo natyrisht që ndihmon që ta kuptoj Kuranin më tepër. Edhe kjo do të ndihmojë që të jetë i përkushtuar edhe të jetë i koncentruar më shumë sepse e din se çfarë po lexon, sepse e din për kujtimet e Allahut subhanahu wa taala që po jep domethënë në këtë libër. E ne lutim Allahun subhanahu wa taala që kjo pjesë që ka mbetur, nëse Allahu ka caktuar që në këtë pjesën e mbetur të jetë nata e Kadrit, ne lutim Allahun subhanahu wa taala që ta takojmë atë natë, që të na jap sukses që të jemi prej atyre e kemi arrit në këtë natë me ibadet, me lutje, edhe kemi arrit me shpresën që Allahu subhanahu wa taala të na i fal mëkatet, sikur se ka premtuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili ka kaluar natën e Kadrit me namaz edhe me ibadete, duke pas besim edhe duke llogarit në shpërblimin e Allahut, atëherë janë falur mëkatet e kaluara. Dhe ai person i cili me të vërtetë treguar neglizhent, duke pas mundësi me kry ibadetin këtë natë,
edhe nuk ka kry, atëherë me të vërtet ai nuk e ka arritur atë gradë me të cilën nëpërmjet kësaj nate i falen mëkatet e kaluara. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.